Babaj ka qenë edhe i burgosur. Po, në atë kohë ka qenë i burgosur politik. I kanë ngritë flamujt e parën organizata tyre në Kosovë. Familjarisht e festojmë kështu se na kanë betë kjo prej ndikimit normal. Gjithë e kanë festu, po na kemi pasë familjarisht prej babës, prej shokëve ti, prej rrethit, për ata kom edhe emrin nëntore. Këtu është aja që e kemi rritu definitivisht me qenë studion këtë ditë veçantë. Faleminderit. Tek emri nëntor. Po. A ishte babaja i cili po sigurisht ka insistu se gjithmonë është aja nana, dalin do hala, do teze, që lypi kështu, me lonë emër, po, që she ka prej këtë punë në atë kohë. Po, me siguri po, se unë e kom i madhi fëmija i parë, edhe koha ka qenë edhe, që she përmende baba, ka qenë i angazhum edhe për qashte komtare në atë kohë, ka qenë grupë me Bacën Adem Dëmas, që në 64-ën, me shkrimtarin Teki Dërvishi dhe shok tjerë që në konë, i kanë ngritë flamujt e parën organizata tyre në Kosovë. Këta kanë qenë në Gjakov, në 64. Po klasin për 64. 64, po flamujt e parë kur janë ngritë. Bile e ka baba aty memoare sfiduse nga Kosova, librin e fundit, e spjegon krejt ka përshkrimin. Përshkrimin, që shkanë dalë. I kanë mbaru këto do shtizat vogla me kanë i gosht këto, flamujt edhe i kanë qitë edhe në krejt këto... që me unë gjitë edhe mos me lëviz prej vendit është vendosë. Kanë shku edhe në dertë komunë në Safër aty. Për një me, në atë kohë ka qenë 64-ta. Edhe ajo ka qenë koha e Rankovicit duhet. Koha ma e vështirë e shqiptarve. Po i kanë arrestu, për mas 2 dite i kanë arrestu me njerë. Edhe ka krejt që i kanë arrestu, që i kanë qunë burg. Edhe krejt shpjegimin e shokve. Ka qenë interesant. As njoni për tjetërin nuk e kanë ditë që arrestu, i kanë torturu, ata krejt i kanë arrestu, i kanë torturu me fol... Po s'ka një apë emra. S'ka një apë, vedem i kanë torturu këtë, se krejt i kanë në zonë, që shme thonë. Mandej ka ik prej burgut, në Gjakov, ka ik, ka shku dejmë pejnë kom, edhe kanë zonë, ka shku të një shok i veti atje, që ka qenë organizata, dhe kanë zonë në trend, tu tash marë në Prishtinë të këtatë organizatës tjerë, e ka një përshim të mirë, kështu shumë interesant është. Po më interesant, se sigurisht ke bisedu me të në atë kohë, e ke pyet pse bab, pse e bone këta? Që shërë dheri të aja që me dalë me flamurin kombëtar? Po këta, unë që shedi prej babës, këta e në konë generata, që me thënë si këto generata tona që kemi qenë me ndikime tona, që i kemi pas të kohës, edhe këta i kanë pas atëherë. Ma ka përmen shumë mësusin e vetë, arsimtarin Kadri Kusari. Ka qenë patriot, i njoftën atë kohë, edhe... Gjatë shkollës në Gjakov? Shkollës mesme, po. Edhe shumë emna tjerë që i kom taku, dhe unë e ma vonë ishtë burgosën politik, ma vonë Simbula, Din Spahia, emna që unë e kom pas fatin mi taku, ata kanë qenë gjenerat, nuk ka masi, ata e në konë idealist. Edhe i mbanë menë shumë mirë, i mbajnë menë shumë mirë, se si fmi kështu kom pas qefe dhe kom shku me babën, ato muhabetet tyne që kanë qenë kështu, kanë pas idealizm të madhë, e kanë besu gjithmonë një ditë që ka marrë liria, edhe gjithmonë e kanë pas bashkimin me Shqipnia, aty s'ka pas diskutim të ata. E kjo ka qenë qysh e di prej babës edhe ma ndej e di ma të regon kështu një epizod shumë interesant kur kanë shku me Teki Dërvishin shkrimtarin, kanë qenë shok të mirë, edhe kur kanë shku i marrë flamujt e Baca Adem, edhe ju ka thonë Baca Adem djem ko këtë të ri, lene këtë punë, ju ka dhimë se këta dikun 20 vjeqa, a 19-20. Po së është e ku adolescencës që ndoshta se ki ndjenjë në zhikshmërisë. Edhe ka dash me refuzu, që shë di kështu shumë mire prej tëne që kumë dëgju. Po këta ju kanë te, ka thonë jo, vë që kime në jo flamujt, edhe masë s'u kanë da asaj pune, do më thonë... Babaj ka qenë edhe i burgosur. Po, në atë kohë ka qenë i burgosur, politik. Ma ndej, ka ardhë kohë tjera, që shme thonë, shumë sistemi kemi kaluna. Kohën në Titos ka qenë i preashtun për pune. Ato, tashti, këto generatat e vjetra i din ma mirë, që shka ardhë se cila kohë, ma vështire, ma ato të vetat.